Nga strukturat e mbrojtjes civile pranë 7 bashkive, si dhe drejtorit vendore të policisë Vlorës, është prezantuar një informacion i detajuar mbi situatën problematike të shfaqur në territorin e qarkut të Vlorës, mbi situatën e motit të përkeqësuar. Në bashkinë e Vlorës bëhet me dije se nuk ka informacione për situata problematike, ndërsa sipas informacionit zyrtar të mbrojtjes civile, bëhet fjalë se kemi rritje të nivelit të lumit Vjos në urën e Mifolit, aktualisht në nivelin e 7.55 metra. Situata po mbahet në monitorim nga Njësia Administrative në Novoselës. Për bashkinë e Selenicës, në informacionin zyrtar të detajuar bëhet me dije se gjatë natës së kaluar ka patur rreshje me intensitet të ulët deri në mesatar, ndërsa nuk ka informacione për situata problematike. Po ashtu e njëjta situatë paraqitet edhe në bashkinë e Imarës, ku gjatë natës ka patur rreshje me intensitet të ulët deri mesatar, po pa shfaqur situata problematike. Për sa i përket bashkisë së Sarandës, gjatë natës së kaluar ka patur rreshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa edhe për të njëjtën është prezantuar situata se do të vazhdoj puna për rregullimin e argjenaturës të çarë në Çuk Bërdonesh. Kapacitetet janë po të njëjta, gjithashtu në varësi të kushteve atmosferike. Nga ana e bashkisë do të krijohet edhe betonizimi i pjesës lidhëse të urës me rrugën. Për sa i përket bashkisë së Delvinës, gjatë natës ka patur rreshje shiu me intensitet mesatar, ndërsa gjatë kësaj të njëjte ka vazhduar puna në urën provizore që lidh Delvinën me fshatin Lefterhor, Kakodiq e Sopot, si dhe është bërë pastrimi i rrugëve nga prezenca e gurve. Në komunikimin zyrtar të shpërndar nga Emergjenca Civile bëhet me dije se vazhdon rreziku i 4 banesave në fshatin Vllain si pasojë e rrëshqitjes së tokës. Në bashkinë e Finiqit gjatë natës së kaluar ka patur rreshje shiu me intensitet deri mesatar, ndërsa të njëjtën vazhdoi puna për hapjen e rrugëve rurale në fshatrat në Njësinë Administrative Dhivër, në 2 fshatrat Leshnisë së Poshtme, si dhe Leshnisë së Sipërme, e po ashtu edhe në fshatrat Kostar, Brajlat në Njësinë Administrative Mesopotan. Për bashkinë e Konispolit bëhet me dije se gjatë natës së kaluar ka patur rreshje shiu me intensitet deri mesatar, ndërsa ka vazhduar puna për hapjen e rrugës Shalës Dishat Vërvë. Krahas kapaciteteve të bashkisë Konispol, ditën e njëjtë është vazhduar me operimin me 2 mjeteve shkarkuese si dhe një skrep për hapjen e rrugës. Emergjenca civile bëjnë me dije se rrugët nacionale janë të aksesueshme normalisht, po ashtu edhe furnizimi me energji elektrike është në normalitet, si dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Po ashtu raportohet se hidrovorët janë në gjendje pune me kapacitet të plotë.